Po pse është një vendim kaq I tmerrshëm? Domethënë e diskutuam në pjesën e parë të programit këtë kur thash me të ftuarin e parë, ai mendonte që ishte pro mbylljes së TikTokut, po le të diskutojmë tashmë për të gjithë ato që mendojnë që të mbyllë TikToku është një veprim pa lidhje, pra një vendim që nuk e sjell. Unë mendoj që kjo ishte një zgjedhje dhe jo një zgjidhje e këtij problemi. Okej, zgjedhje për çfarë? Zgjedhje që hajde të gjejmë një gjë që t'i kapim si justifikim dhe të mbyllim TikTokun, se unë e di që për një situatë që ka ndodhur jashtë për humbjen e një djali, po bëhet kjo gjëja, ndërkohë që ku dëgjova në një emision tjetër në fakt dhe thoshte që djali personalisht nuk ka pasur TikTok dhe nuk ka qenë pjesë e TikTokut. Dhe janë shumë rrjete sociale në fakt edhe për një vit që do mbyllet TikToku nuk është se do të ndryshojë gjë, pra bullizimi do ndodhi edhe në shkolla dhe kudo. Dhe prandaj nuk jam dakord fare për këtë gjë. Çfarë bisedash ke, domethënë çfarë të thon miqtë e tu që përdorin TikTok që fitojnë të ardhura normalisht për këtë vendim? Absolutisht nuk jam dakord. Siç thash, njerëzit aspirojnë të jenë dikush edhe TikToku është një platformë shumë e mirë që ti del aty, shumë I thjesht, bën ato gjërat që ti ke për të bërë dhe ti je viral, njerëzit të shohin ty, njerëzit të ndjekin ty, plus që ka plot biznese që do ndikohen shumë nga mbyllja e TikTokut, sepse bëjnë lek. Përveç se bëjnë lek, por promovohen më lehtë në TikTok for free. Pra nëse në Instagram do t'ju duhet të paguajnë shifra të mëdha parash duke përfshirë tashmë dhe taksën e Instagramit që I kanë nxjerrë së fundmi, në